mjekra për të ngritur një biznes këtu në Shqipëri? La prima domanda per me invece, senza perdere tempo, come è stata l'idea di investire qua in Albania? Falenderi per avermi dato questa possibilità di essere qui stasera. Ju falenderoj për që më dhatë një mundësi për të qenë këtu sot. Io 4 anni fa sono venuto in Albania insieme alla mia compagna, che oggi ancora non è mia moglie. 4 vjet më parë kam ardhur këtu në Shqipëri me gjithë gruan time që në fakt me fjalë nuk akoma nuk jemi martuar. Per conoscere la sua famiglia. Për të njohur familjen e saj. Quando ho visto la situazione Kur pash situatën që ndodheshin della famiglia di mia moglie, che oggi è anche la mia famiglia, të familjes së gruas time që sot është dhe familja ime, siccome i problemi della mia famiglia mi risolvo io, non aspetto che mi risolva lo Stato italiano o quello albanese. Me qenë se problemet e familjes time i zgjithun, thot, dhe jo shteti italian apo ai shqiptar. Mi sono trasferito qui in Albania per dare un lavoro e una casa a mia moglie e alla famiglia di mia moglie. U trasferova në Shqipëri për t'i dhënë një punë dhe një mbështetje gruas dhe familjes time. Che gli stati passati, lo Stato albanese, il comunismo, ha lasciato nell'ignoranza e nella miseria. Që shteti më pashëm dhe komunizmi i kalon në ignorancë dhe miseria. Adesso andiamo sul concreto, se no vogliamo dei giorni. Tani do të shkojmë në gjërat konkrete se nëse vërtet kështu në Po, unë desh të ndërhyja pak për ta ndezur çik atmosferën e bisedës edhe në studio bën pak ftohtë, drejtën. Se riscaldare un po' l'atmosfera, dice vorrei cominciare. Para se të futemi në ato probleme dhe pengesat që ju keni hasur si biznesmen në Shqipëri, atje ku keni bërë ndërtimin në kolonjën të Lushjes, desh të pyesja pak mbështetja e parë ka qenë bashkëshortja juaj, po themi Marcela. Si ka qenë, çfarë mbështetje patët nga rrjeti ose nga miqësia e Marcelës? Sepse një italian që vin nuk e njihte mirë realitetin, pra si ka qenë kjo atmosferë, edhe pasi të futemi në temën e bisedës. Prima di investire dice come è stato il tuo la situata prima di investire con i familiari di tua moglie, dice, o della gente che ti circondava? Benissimo. Il popolo albanese e la famiglia di mia moglie mi ha accolto a braccia aperte. Populli shqiptar dhe familja e gruas time, njerëzit thot më kanë pritur me krah të hapur shumë mirë. Io ho avuto. Atëherë, le të flasim më konkretisht. Juve hapët një lokal luksoz. E mbyllët atë, e nxorët në shitje. Pastaj e datë me qera dhe e mbyllët përsëri. E morët përsëri dhe përsëri e mbyllët. Pse ndodhi kjo? Voi avete